Dhe po ashtu në këtë vend do të zbrit Isa a.s. dhe do të vritet Dejjalli lanetullahi alej. Pra ky është vend ku Allah subhanahu wa taala do ta shkatrojë në të edhe Dejjallin, armikun më të madh të Islamit dhe muslimanëve. Dhe kjo ishte rezumeja në pikat shkurtra, pra si një hyrje në lidhje me vlerën e këtij vendi. Ajo që muslimanët që prej kohësh, pra me 10 vite e dekada, e din të gjithë se muslimanët e këtij vendi janë duke u torturuar, duke u vrarë dhe duke u masakruar prej armiqve të tyre, qoftë në Palestinë e qoftë tash kohëve të fundit edhe në Siri. Andaj ne si musliman, siç na mëson Allahu subhanahu wa taala, i cili thot innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Ne si musliman pra e ndjejmë këtë dhimbët sikur të ishin vëllezërit tonë prej gjaku. Dhe edhe ata e kanë ndier dhimbtën tonë kur ne pra masakroheshim dhe torturoheshim prej armiqve tonë këtu në Ballkan. Edhe ata pra janë solidarizuar me ne nëpërmjet lutjeve ndaj Allahut dhe nëpërmjet mjeteve financiare. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithla al-jasad al-wahid. Thot pejgamberi alayhis salam, shembulli i besimtarëve në mëshirën e tyre ndaj tyre, në bamirësinë ndërmjet vetë është si shembulli i një trupit të vetëm. Idha shteka minhu adun tada'iya lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-huma. Thot pejgamberi alayhis salam, shembulli i muslimanëve është si një shembulli i një trupi. Nëse një pjesë e trupit është e sëmur, i gjithë trupi ka temperaturë dhe nuk mund të flejë. Pra nëse një pjesë e muslimanëve ka telashe dhe probleme, të gjithë muslimanët nuk duhet të jenë rahat.